qenë me shqiptarë. Kjo ta mbyllëm këtë temë. Jo po zoti Sadiku. Ku i ki fotografin, ajo e ka një kontekst, e ka një moral. Mbrapa vete, e ka një histori, falni. A do bësh direktori i historisë Osmani dhe do më tregosh ajo fotografi do më mas pari, narrativa e Serbisë për betejën e Kosovës është rënë, klasike. Dhe unë këtë tregoj që është rënë. E dyta, më falë, e dyta, në kohën kur ka ndodhur betejë e Kosovës, nuk kanë qenë tregishtat simbol, po kanë qenë tregishtat si simbol të serbëve tynë me formalizimin e kishës ortodokse serbi nga Karađorđević. Shumë mirë. Prandaj, lutem, Olçi, lutem, kjo identifikohet lidhje nuk ka me Perandorin Osmanin e cilën ti e ligjeron, lidhje nuk ka me serbët e Llazarit që ti, falni ta lutem, po cilë ti flet, po kjo ka lidhje ultra me nacionalizmin modern shtetit hegemon serb. A është ky provokim, a është për shqiptarët e Kosovës është provokim, domethënë derisa nuk bëhet nga një prift ortodoks, që po të bënte një prift ortodoks serb, është fyrje. po ta bënte një gjest tillë, një prift ortodoks serb, mund me thonë që është detyrë e kishës ortodokse serbe, e cila ka lirinë e vet. Më falni. Po prit flas tani. Kurse po të bëhet nga një civil, qoftë ai edhe serb, jo veç shqiptar, çerkez, armen, turk, s'ka hiçonsi, është provokim Kosovë. Sepse konotacioni kosovarit e gishtave nuk është fetar, është politik, hegemoni nacionalizmit serbo-mark. Po, jepi përgjigje, pastaj shkufi ti do na kesh mundësinë të veçantë, vetëm të jepi përgjigje Ali. Veç motivin pse? Veç motivin. Motivi është që ti tregoj studentëve të mi se çfarë bëjnë serbët kur e vizitojnë këtë vend.